Një 38 vjeçar ka humbur jetën teksa po punonte në terminalin aeroportit të Vlorës. Viktima është Dorian Hasani, thot policia, ndërsa ishte ndar nga jeta pasi ra nga lartësia. Policia dhe ekspertiza mbritën me njërë në vend ngjarje për të kryer hetimet mbi këtë ngjarje tepër të rëndë, ndërsa mësohet se 38 vjeçari, identifikuar si Dorian Hasani, ishte punëtor brenda kantierit të aeroportit në momentin kur ka rënë nga lartësia. Edhe policia në komunikatën shpërndar medjave bën me dije se ngjarja e rëndë ndodhi në fshatin Akërni, në ambientet e aeroportit, ku sipas saj dyshohet se është rrëzuar aksidentalisht nga lartësia gjatë punimeve në terminal, shtetasi identifikuar me inicialet DH, 38 vjeç, dhe sipas saj humbi jetën në vendin e ngjarjes. Policia thot se grupi hetimor ka qenë në vend ngjarje dhe ka kryer veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të saj. Në kuadër të hetimeve për zbardhjen e plotë të rastit, do të merren në pyetje edhe shtetasit përgjegjës për punimet në aeroportin e Vlorës, ndërsa një pjesë e tyre janë marrë pikërisht një ditë më parë, kur ka ndodhur edhe kjo ngjarje. Por kjo nuk është ngjarja e parë e ndodhur në aeroportin e Vlorës, që punonjësit e firmës që punon për ndërtimin e kësaj vepre dëmtohen, aksidentohen apo humbin jetën gjatë punës. Një rast i tillë ka qenë edhe vetëm pak muaj më parë me një shtetas kosovar.